Sot është 26 maj, jemi 30 vite më pas. Sa herë kam folur në një ditë si kjo, jam referuar 26 maj të vitit 1996. Në atë ditë kishte zgjedhje, në atë ditë kishte dhunë, në atë ditë ndodhi një masakër elektorale, në atë ditë socialistët e Beradit, mes tyre dhe unë, u lanë në gjak, në rrugët e Beradit, në qendrat e votimit të Beradit, kudo, në përjashtim të Poliçanit dhe Skraparit, ku dhuna nuk mbriti, por masakra elektorale ndikoi dhe atje. Në 26 maj, gjithmonë ju kam treguar dhunën, ju kam treguar gjakun. Sot do dua t'ju tregoj masakrën elektorale, anën groteske të asaj masakre elektorale, e që ka të bëjë me procesorvalet dhe materializimin e atyre votimeve në qarkun e Beradit e në bashkitë respektive të tij. Hoqa shumë për t'i gjetur këto procesorbale, po më në fund duke gërmuar në për arkiva i gjeta në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Janë thuajse të gjitha një lloj, kanë të njëjtën tipologji. E njëjta tipologji sjell në evidencë dy gjëra. E para që në qarkun e Beradit kanë votuar në 26 maj 95, 96, 100% e votuesve të shkruar në listë, madje edhe në lista shtesë. Siç janë këto dy procesorbale nga disa që janë aty brenda, nga të gjitha që janë aty brenda. Në qendrën e votimit numër 1 të zonës 88 kanë votuar 740 votues nga 725 që janë në listë dhe 29 që janë shtuar. Dhe procesorbali brenda është i korrigjuar. Tregon shumë qartë që para masakrës unë merja 78 vota dhe pas masakrës përfundohej me 178 vota, ndërkohë që kandidati i PD-s para masakrës merrte 299 vota dhe pas masakrës 199 vota. Mora procesorbalin dy qendrave të para. Kjo është procesorbali i qendrës së votimit numër 2 në zonën 88. Edhe këtu kanë votuar gati 95% e votuesve në listë dhe procesorbali brenda është shumë signifikativ, i korrigjuar edhe ky. Para masakrës kandidati i PD-s merrte 139 vota, shkruar në anë të numrit, ndërkohë që pas masakrës mori 239 vota. Unë para masakrës merja vetëm 72 vota, pas masakrës 472 vota. Pse ndodhi kjo gjë? Sepse dhuna në Berat, masakra elektorale në Berat, mori për masa shumë të mëdha. Nisur nga ajo që ndodhi në Berat, po edhe në pjesë të tjera të territorit të Shqipërisë. Mbase në Berat ishte edhe më e dhunshme, edhe më e ashpër, edhe më e përgjakshme, po kështu ndodhi në gjithë territorin e Shqipërisë. Partia Socialiste u tërhoq nga zgjedhjet. Ato thuajse u delegitimuan e në një përpjekje për legjitimim, Sali Berisha urdhëroi që disa prej nesh të bësh fitues. Dhe kështu më rastisi mua të bëhesha fitues përmes masakrës elektorale në 26 maj 96. Si vjoj më pas, për 30 vite, unë jam paraqitur në çdo palë zgjedhje dhe kam fituar me votë. Në 1997, me 11.428 vota socialistësh, gati 86%. Pastaj me radhë, në vitin 2001, me 6.754 vota në një zonë më të vogël se sa ajo më herë. Në 2005 me 5.213 vota. Pastaj në 2009 me përgjegjësi politike mbi qarkun e Beradit, të paktën në 2 ZAZ, dyshin edhe nishin me 10.259 vota dhe 16.047 vota. Pastaj në 2013, pa dëshirën time më zhvendosën nga Berati për të më çuar në Divjak, ku me votat socialistëve u zgjodha me 7.434 vota. Ndërkohë në vitin 2017, me votat socialistëve në Divjak, 13.095 vota dhe në ZAZ 54 të Lushnjës, me një përgjegjësi të gjerë me gati 7.000-8.000 vota. Në vitin 2021,
po prap në Divjak me 9.714 vota, e në Lushnjë me diku ke 7.000 vota. Për të ardhur në zgjedhjet e nënta, përsëri i zhvendosur pa dëshirën time nga Divjaka në Tiranë, e ku u zgjodha deputet me votat e 20.676 qytetarëve të këtij qarku, këtu në Shqipëri, dhe 3.018 vota të qytetarëve të këtij qarku në diasporë. I pari në territor, i pari në diasporë. Në total 23.694 vota. Ky është një vit jubilar. 30 vite i zgjedhur në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë ka qenë deri im i jetës. Në borxh me socialistët, ata që më kanë përkrahur, më kanë mbështetur, ata që kanë ndarë betejat e përbashkëta në Berat, në Lushnjë, në Divjak. Ku qovë këtu në Tiranë, ata që u lanë po aq në gjak, dhe bën po aq mund e sakrifica në të gjitha këto vite. 30 vite i zgjedhur, natyrisht ka qenë privilegjim ata njerëz që na kanë votuar, mua dhe kolegët mi, na ka dhënë të gjitha një jetë më të mirë se sa jeta e tyre. Ne nuk ja kemi dalë ta bëjmë jetën e tyre po aq të mirë. Na kanë dhënë një punë shumë më të lehtë se sa puna e tyre që ka qenë gjithnjë më vështirë, sidomos në fshat, e duke qenë bujk. Pikërisht për këtë arsye, sot i përulen pafundësisht gjithë atyre njerëzve që kanë patur në krah, që më kanë votuar, socialist edhe jo të tillë, në harkun e 30 viteve dhe 9 palë zgjedhje.